Mirë në, se më shpesh thamë, po i kemë beturinat në pragdere, së ndel pe pragut, ose së në hynë. Dhe kam dëgju këto paknasit, marrëdhënia komunë, kompani, nuk e di si marrë shumë vesh, po me gjatë e dhimbshme. Këtu, se gojle në i plakë se unë që kalonë në më në fund e jo në shkoj, ku me të fmitë. Për fmiu vjen këtu lunë, në zakonisht, si kur nuk di me vepru ndoshta. Pra di se marrë këtu, po supozoj, 2-3 ditë, nëse. Para me në 6 mujë më së marrë, nëse ndalë me si pi kafe kunë. Prishtina, komuna, fajtore. Ndoshta edhe qytetarët, se di e krynë detyrimet edhe ajo. Se pa lek s'ka burek, edhe kompania, si do qoftë publika, apo private, apo detyrim shtetëror është. Se po nuk ditu me rujtë shëndetin, në politikë le të bëjnë sa të dojnë zhurma. Po ne nuk e dim kush është përgjegjësia dhe ku qëndron përgjegjësia, qytetarëve nuk është. Ku vendi komunale, po vetë politika e ministrisë, le ta mbajnë për vetë. Qyteti meriton me pastru, qytetarët meritojnë pastërti, kaq, lënë shumë për të dëshiru. Nuk kem qef me e pa, për shkak se ka edhe fëmijë dhe të moshu, janë dëmtimi ambientit, aspekti shëndetësor, gjitha me radhë. Qytetin do me mbulue mërlogi. Unë nuk e di qka këqysh, pëse s'merën vesh këta, mu regullu njëherë për gjithë kjo qashtje. Qytash bashkë, kur nëzim mëti, koha e turistave, nuk di. Mirë jo. Privata apo komuna? Mas pari këtu e një prej kryetarit komunës e me kompani tjera.